Jaman birë. Djalim simpatik. Princi im i bukush. A të kujtohet, të kam thirrur gjithmonë princ. Edhe atere kur u zemrove me mua, kështu. Edhe atere kur u zemrove me mua, kështu, nuk qave. Ti nuk bërtite. Me ata sytë tu të bukur, më pështroje me shikim të thellë. Pastaj më ktheve shpinën me krenari dhe shkove. Për ne të tëra më mbajte më ri. Unë erdha tek ty se nuk duroja dot. Ti më përqafove si kur më prisje. Dhe unë thith një aromën tënde të këndshme. Ti më përkëdhelje faqet. Me duart e tua të vogla. Birë të lutem, mos e bëj këtë. Mos ma bëj këtë. Unë nuk isha të drejtë. Unë nuk isha vetvetja. I thash vetëm ato budallalaj që për ateshin që të ndryshon të mendje. Biri, ju që të tre jeni fëmijët e mi. Ti je pjesa ime, je jeta ime. Të tre keni një vend të veçantë në zemrën time. Të lutem, mos e bëj këtë, të lutem. Më falë, birë, të lutem. Hajde, birë, më falë. Nëse më pyet mua nën, dëshirja ime ka qenë gjithmonë e pashpërblyer. As me vëllain tim nuk kam konkuruar, e pa ta pranuar. Nuk ishte asnjë problem për të respektuar atë. Dhe kjo nuk do të ndryshojë. Ti ke qenë gjithmonë në ime e bukur. Por mos e përmend më kur atë temë. I dashur. Cila? Këtë apo këtë? Nuk kuptoj nga këto gjëra. Turp të kesh, Yaman. Madje nuk të kam pyetur as ku ke qenë gjithë këtë ditë. Ti e di, Ajona Safiri më kishte pëlqyer shumë. Tani u bë dhurata e martesës së Ferajes. Ne nuk kemi pasur as kërcimin ton të parë. Tani Ateshi dhe Feraje po bëjnë një dasmë të lavdishme. Alena mjaft. Por I dashur, ti kur nuk më le të flas, Yaman. Nuk mund të ta hap as zemrën, Yaman. Dhe shpresoj ta kuptosh se sa e kuptueshme jam për ty. Mirë, vazhdo të jesh kështu. Kjo do të thotë se më në fund do më japësh dritën jeshile. Hajde. Heja, birim. Çfarë ndodhi? As ti nuk qenë ke në qef, më duket. Jo, nuk është ashtu. Jam shumë mirë.
Ke ndryshuar parfumin? Është i ri, të pëlqen? Është si helm, apo jo? Si helm. Ka aromë të mirë. O, Gylfe me dashur? Pas ke ndruar robat. Mendoj se ndihesh pak më mirë tani. Po, unë mundohem gjithmonë t'jem e mirë. Nën, të lutem ndjehu mirë. Pse po qëndron në këmbir? Ullu. Do të bëjmë një festë të vogël mes nesh gjysh. Po dalim tani. Gjithë do të dalim. Duke dalë me nusën për rreth. Shko, sigurisht birë. Ti e i ri. Argotohu pak. Ne erdhëm. Atëherë, hajde po shkojmë. Vajs, pse e vura të rëndëpil në kokë? Ashtu, sepse do dilnim. Gjithashtu, u shikova në pasqyrë dhe mu duk si kur e kisha tepruar me veshjen. Kështu që vendosa një trëndafil për pak kontrast. Do të dukesh më mirë pa të. Nuk duket mirë. Nuk duket. Po përse? Mbi emri ngylsoj është. Mendoj se do ishte referencë mirë për gjyshin tim më merë. Në rregull, vajs, në rregull. Duket mirë. Ignorata që tha. Ti dukesh shumë e ëmbël. Ashtu? Hajde të shkojmë vëllatesh. Të shkojmë. Baba, çfarë ke kurdisur përsëri? Unë pata shumë kujdes para Lenën, dhe askush nuk e mori vesh që u martua me vajzën e një shërbëtoreje. Por Feraja nuk është kështu. Ajo është rritur këtu, të gjithë e njohin. Pse i le të shfaqen bashkë me njerë? Çfarë mendon se je duke bërë? Unë lavdëroj këtë dua dhe turpëroj këtë dua. Nëse unë atë e pranoj si nuse, askush nuk do të mund të thot asgjë, mos e shqetëso. Vëllatesh, do të pyes diçka. Pyet sigurisht. Nuk mund të flasim për detajet. E di, ne me Jamani nuk kemi kaluar shumë kohë bashkë. Unë isha shumë me nxitim. Si ndodhi me ty dhe Ferajen? A ishte ashtu, wow, dashuri me shikim të parë? Më trego. Shiko, njeriu yt më bëri të njëjtën pyetje. Një ditë e pa Ferajen. Dhe rash në dashuri. Ua, pas ka qenë dashuri me shikim të parë. Sa bukur. Pse nuk më tregove? Mos e va nga motra Gjemile. Shiko, unë jam i shqetësuar për ty. Mendova se ke humbur mendjen. Mos e bëj këtë vëlla, të lutem. Kujti se për punën të ndoka. Nuk mundem vëlla. Unë nuk mund të shikoj ty nga larg. Ti nuk duhet të veprosh në këtë mënyrë. Duhet të shprehesh, të flasësh. Në rregull. Nuk ka nevojë djalë. Unë të thash ty pra. Asgjë nuk do ndodh ty. Vëlla, çfarë lidhje ka kjo me mua? Ti nuk mund të vazhdosh kështu. E kam seriozisht. Të paktën më thuaj ku po shkojmë. O, sot i madh. Ha, ata erdhën tashmë. Jaman, ma jep lokacionin, mos të humbim. Në rregull. Vajzat e jeni me mua. Vajzat do të vinë me mua. Hajde, ti shko me Jamanin. Ju të dy dëshironi të jeni vetëm. Përse jo e dashur? Mos u turpro. Po sigurisht, çfarë të keqe ka? Hajde le të shkojmë. Me qëra fjala më pëlqen veshja jote. Faleminderit shumë. Duhet të shkojmë edhe ne. Mos na bëni të presim shumë. Në rregull zemër.
Kështu më lërë të përqafoj. Mirë se erdhe birë. Përshëndetje vëlla Vural. Vëlla? Çfarë ndodhi me baba Vurallin? Je rritur apo jo? Edhe ti ke të drejtë. Sarp? Përshëndetje baba. Unë do të bëj një dush, më mirë të pushoj pak. A mundet? Mundet, sigurisht. Faleminderit. Unë do t'ju tregoj dhomën e miqve nëse dëshironi. Jo, nuk ka nevojë. Faleminderit, mos u mërzit. Urdhëroni. Pse erdhi ai nuk e kuptoj. Sepse unë kam nevojë për të. Mos ma mbro Ferajen, se është qisharake për mua. Të lutem, le të harojmë për Alenën. Le të themi se ai nuk është me Amanin tani. Pse të harrojmë Alenën? Le të themi se nuk është. Mirë, në rregull, le të themi se nuk janë bashkë. Feraj dhe Amani nuk janë më. Jeta vazhdon me qetësi. Gjithçka normale. Kurse vëllai ateshi u kthye krejt papritur. Çfarë prisje ti? O kanë lëre fare haroj për hir të Zotit. Më thuaj. Çfarë u bë kur nuk mund të më përgjigjesh? Thuaj lëre. Ha, bravo. Të lumt shumë. Jam shumë kurioz dhe pyes veten për diçka të vogël. Ti, Feraje dhe Damlla, si krijohet një akademi gjarpëri? Çfarë lloj skemash keni krijuar për të hequr Yamanin nga fotografia? Të lutem, mund të ma thuash, sepse dua ta di. Yamani është i vetmi bastard në këtë histori. Në rregull, pranoj atë. Pikërisht ashtu. Ti nuk di asgjë se çfarë flet, vetëm për flet. Çfarë është ajo që nuk e di unë? Ma thuaj? Hë? Më thuaj se çfarë nuk di unë. Hë? Më thuaj se çfarë duhet të di? Hajde, ma thuaj tani. O kanë mirë, mos e zgjat. Është thjesht një figurë fjalësh. Ti nuk dëshiron të përgjigjesh. Ktheu në temë vëlla, ktheu në temë. Çfarë do nga unë tani? A do të bësh çfarë të dua? Për çfarë dreqin po fleti, ha? Çfarë thua vajza, e shmendur apo çfarë o zot? Çfarë mund të kërkoj nga ti? Po përçafoj gjarpërin që ran në det. Kjo është ajo. Mirë, haroje. Asnjëri prej nesh nuk dëshiron skandale, në rregull? Po, as unë nuk dua. Bukur. Yamani shkoi dhe u martua me Alenën dhe Feraja do të martohet me Ateshin. Mirë. Kjo është arsyeja pse ti do të më ndihmosh, sepse nuk dua që vëllai im të shkojë shumë larg. Dhe ti do të ishte mirë ta ndalosh Ferajën të mos shkojë shumë larg. Mirë. Në rregull? Okan, i dashur, po pyes për kuriozitet tani. Pse të shqetëson ka shumë kjo çështje ty? Më duket sikur e gjithë kjo varet nga diçka për ty. Shiko shpirt, ata janë vëllezërit e mi. Nuk e di, por nuk jam i sigurt nëse jeni dieni të kësaj. Por thjesht nuk dua që ne të jemi dëshmitar të skandaleve dhe tragjedive. Më kuptove? A jemi dakord? U kuptuam atëherë. Çfarë je duke bërë tani, Okan? Ka një krem duash në kutinë e dorezave. Duart e tua janë si të vëlla Hasanit druvarit. Okan, do të godas me kokë në dhëmb. Shqetësohu. Shiko budallaj një herë. Çfarë të thash? Unë për të mirën tënde e mendova. Ti ai që e zhytur në mendime, idiot. Sille çantën time shpejt. Hec. Të qenit i paqëndrueshëm duhet të jetë në gjenet e tua. Shikoj budallajn, idioti një herë. A je manjake, vajz? Unë isha Bylle, po mi prish nervat. O zot, më jep durim. Feraje? A e mirë? Mirë, ja, mirë. Damlla,
a je sigur që duket bukur? Duke e parë tani më duket sikur është pak e egzageruar. A thua ta heq më mirë? Jo, mos e largo. Është detaji që bie më shumë në sy, kompleton veshjen tënde. Faleminderit e dashur. A nuk mendon kështu, Yaman? Çfarë ndodhi? Oho, a është gjithmonë i tillë? Jo e dashur. Ai është i ftohtë me tjetër për me marrë si mjalë burri im i dashur. Mirë, në rregull. Yamanit nuk i pëlqen vërtet të tregoj dashuri kur të tjerët janë pranë. Gjithsesi, si është i yti? Kur thua imi? Oh, hajde damlla. Mos u bëj sikur nuk kupton. Ti je një vajzë si fëstëk, duhet të kesh një të dashur. Në fakt është dikush që e kam pëlqyer për një kohë shumë të gjatë. Fatkeqësisht, ai gjithmonë shkon pas vajzave të gabuara. Oh, shpirti im. Por shiko, mos u dëshpëro. Unë e prita për një kohë të gjatë Yamanin, por më në fund e gjetën njëri tjetrin. E di se çfarë thon ata? Gjërat e mira vinte ata që presin, mos e humb shpresën. Ashtu mendon ti? Ashtu them e dashur. Si thuan ata, do të vi tek ti. Shpresoj që të vi. Do të vi, do të vi. I çmendur është ai. Shiko, e ka rezervuar gjithë restoranin për ne. Të përshtatet? Faleminderit. Mendova se mund të bisedosh pak me vajzat, do të ndihmonte të relaksohesh, prandaj nuk pyeta nëse e do këtë. Mendoj se do jetë mirë që të relaksohesh. Për këtë e mërzitur? Jo, s'jam. Nuk jam e mërzitur. E kuptoj. Je nervoz. Me të drejtë. Sot shkoj gjithçka mirë. Shiko, dyshim të don shumë. Vazhdon të thras vajza ime, nusja ime. Zotri Omer më ka dashur që kur isha e vogël. Unë jam rritur para syve të tij. Ndaj ndoshta kjo është arsyeja. Dhe ai nuk ka mbes. Jo, as pak. S'mendoj se bëhet fjalë për këtë. E njoh atë. Omer gëlsoi do njerëzit e bukur. Çfarë ndodhi Feraje? Nuk shikon në pasqyrë, është hera e parë që e dëgjon këtë. Ti je bukur. Ti je shumë e bukur. Çfarë ndodhi? Pse ke tur? Të kam thënë 1000 herë më parë se sa e bukur je. Është hera e parë që dëgjoj. Nuk është hera e parë që po e dëgjoj. Kështu më kanë mashtruar. Do të kaloj. Çdo gjë kalon. Do të dashurosh përsëri. Dikush do të bëj të besosh në dashuri. Më beso. Ai ishte si gjithçka që unë doja. Kjo u shumë fishua me dashurinë time për të. Besoja aq shumë sa ajo që po përjetoja ishte e vërtet. Por i gjithë besimi u thye. Kjo është jeta. Dhe jeta është shumë e gjatë. Ti je ende e re. Është thjesht vetëm një përvojë. Sigurisht që tani e tutje. Ti nuk do të ndjekësh verbërisht emocionet. Së pari do të kesh besim dhe pastaj do të duash. Erdhën të tjerët. Yaman? Shumë vend i bukur është ky. Po. Mua më pëlqen shumë këtu. Edhe unë erdha këtu për herë të parë për ditëlindjen e Ferajes. Vërtet? Po. Pra, dua të them, nata filloi shkëlqyeshëm, por përfundoi pak si me tension. Përse? Okani dhe Yamani u grindën në dikë kur po largoheshin. Për çfarë u grindën? Alena, s'te po e përmend këtë tani? Okan? E ishte thjesht një i çuditshëm. Ai shkoi te vajzat, kështu që ne
Zonjusha Feraje. Kush? Nuk është nga këtu. Është një i huaj. E kuptoj. Pastaj ju bëhet atë që duhet. Sigurisht. Ne e bëm atë që duhet të bënim. Unë jam i uritur tashmë, a duhet të porosisim tashmë, a? Je i uritur, a? Po, vlla shumë i uritur. Më falni, a mund ta marrim menyn? Mos fol shumë. Urdhro? Fol më pak. Çfarë bëra tani? Ti po flet shumë. Faleminderit. Çfarë ka? Mendoj se burri yt është i zemruar. Po, ashtu është. Ne po bëjmë biznis me familjen Bakërgjë. A i tha se vëlla Ateshi nuk duhet të dëgjoj për këtë gjë, të mos tensionohet më kot, kështu që nuk bëra gjë. Gjithsesi, babai i tij e dërgoi djalin jashtë vendit. Në rregull. Kuptova. Edhe unë jam e uritur, hajde të ham diçka. Duhet të kesh pushuar deri më tani. Pra? Unë po dal pra. Eja edhe ti me mua. Të shëtisim dhe ta bëjmë një bisedë. Për çfarë do të flasim? Për gjithçka. Aha. Koha këtu është shumë e thatë. Dëshiron pak? Ne nuk kemi më fëmijë. Po të doja të të puthja, do të bëja. Por unë nuk dua. Oh, Atëherë, gjumin e ëmbël. faleminderit shumë. Feraje? Pse nuk ha, nuk të pëlqen? Nuk jam shumë e uritur unë. Feraje, nuk bën kështu. Më jep pjatën tënde? Hajde, duhet të mbarosh pjatën, të lutem. Të lutem. Pyes veten nëse duhet të rish pak me vëlla Ateshin. Shiko, ai e trajton Ferajën si një princeshë. Ai e kupton shpirtin e një gruaje. Po të ishe dëshirore edhe ti me dikë të tillë? Mos e prit këtë nga unë. Unë nuk jam asnjë lloj tipi. Tashmë e kuptoj atë, por unë gjithsesi ende do të pres. Pra kur do të kemi dasëm? Sa më shpejt të jetë e mundur. Nesër do të marrim një datë për dasmën. Pra, kur do të shkoni në muajin e mjaltit? Të betohem, se kemi menduar akoma, por mendoj se do të shkojmë jashtë vendit. Është më mirë nëse nuk shkojmë. Nuk është e nevojshme. Nuk mundet. Do të jetë mirë edhe për ty. Mos presin një muaj mjalti jashtë vendit për një kohë të gjatë. Gjyshim do vendos gurët në atë biznes. Ai nuk ka fjalë për ta. Unë do të kujdesem për ta. Fabrika do ty në prodhim gjithashtu. Ai ka nevojë për ty tani. Për këtë arsye thash. Thjesht shkoni diku afër për disa ditë. Për shembull si Kënollada. Të gjithë dashuruarit duhet të shohin atë. I dashur, ky vend është shumë i bukur. Mendoj se të gjithë dashuruarit duhet ta shohin këtë vend. Nuk dua të dashur të tjerë këtu përveç nesh. Le të jetë ky vendi ynë i fshehur, në rregull? Nuk më pëlqejnë ishujt. Më bëjnë të ndihem e pasigurt. Mirë, nuk do të shkojmë atje nëse ti nuk dëshiron. Do të flas me gjyshin unë.
dhe Jamani do të më ndihmoj, ai do kujdeset për gjërat për disa ditë. Apo jo? Dhe ne do të shkojmë në Itali. I pa fytyr. I pa fytyr. Çfarë ka në atë ishu? Atë të ishte një gjë ka që madhe? Je vigilent këtu. Edhe ne të shkojmë atje, edhe ata po shkojnë. Alena, Ha, Feraj dhe Ateshi planifikojnë të hidhen nga një shkëm. Shkoni ju së pari, kape krahun e burrit tënd dhe hidhu së bashku. Në çfarë ndodh rregull? në Gjihazall? Apo përpiqesh të thuash se ne do të vdesim? Më thuaj çfarë problemi keme ne? Hajde thuaje. Pse do të kisha një problem me ty? Thjesht po të ngacmoj. Mos më ngacmo atëherë. Shikoni këtu pak. Ju e doni shumë njëra tjetrën. Ha, po si jo, ne jemi shumë të dashuruara. Shumë e dua, po. Je vura re, kuptova. Bukur. Gjemile e mutër, qëfar bëna thua ata? Vaj, Zamani na sërësoj vërtet të gjithve tani, unë gati do të bërtisja për ndihmë. A, mos duhet ta telefonosh Alenën? Nuk do ta telefonoj. Edhe ti ke të drejtë. Ajo ishte jashtëzakonisht e vrashtë. E kuptoj pse je ftohtë. Por a nuk e vret mendjen fare për situatën e tillë? Do të plas në mes tani. Pasi ata nuk u kthyen deri në këtë kohë, mendoj se nuk ka ndodhur. Të betohem. Je se jem mbretëresha e akullit. Dyshoj se në venat e tua duhet të ketë akull dhe jo gjak. Pra akull shumë i ngrirë, kaq i ngrirë. Le ta thrasim dhëndrin. Nuk dua që ai të qëndroj kaq vonjësht. Ende nuk e kemi dhënë për martesë në fund Mos fol fundit. kot qetin, mos i telefono të lutem. Unë jam vëllai i Nusës, pse nuk mundem? Thjesht mbaje veten prapa, vetëm 2 ditë janë. Ti po thua se unë po kërkoj telashe, dhe se do ta gjej veten në ndonjë ndërtesë tjetër, apo jo? Mos u ngatro me atë, edhe heshtjen e ka të rrezikshme ajo. Nuk do ta kuptosh kur të godet, përbes. Ama, si kur më intereson mua kjo, edhe vajza e saj e hodhi atë. Aja nuk është asgjë tani, i pa ta thënë unë se tani është epoka e saj Sultanesha Gjemile. Nëse unë e mbaj mend sakt tani këtë, Feraja tha se martesa e saj me Ateshin nuk do të ndryshonte asgjë në jetën tonë, apo jo? Sa të intereson çfarë thot ajo? Po ti binte hunda, ajo nuk do të përkulej ta merrte. Veç kësaj, zotri Omeri nuk dëshiron që ti dhe Gjemile të shërbeni më. A nuk tha ai mos u largon nga kushina? Ashtu është. Ai me siguri duhet këtë menduar edhe për mua si vëllai i Nusës. Shpresojmë, do ta shohim. Burri jot e di punën e tij. Mos u shqetëso ti. O zot, o zot. Le ti martojmë së pari. A nuk kemi këtu për të argëtuar? Përse të gjithë janë ullur vetëm? Hajde le të vallëzojmë. Vëllatesh, thuaj diçka. Dëshiron që të vallëzosh? Po, Feraje? Eja. Eja drita e hënës, ngriu. Eja. po e çuan drita e hënës? Pse, çfarë ka? Asgjë. Thjesht mendova se ishte shumë romantike. Alena, ha? Jaman, ku po shkon ti pri? Qo, duhet të vallëzojmë edhe ne. Po, ke të drejtë. Të rinja, e keni seriozisht çfarë ndodhi me ju? Çfarë, nuk mund të vallëzojmë si çdo qenie njerëzore? Sigurisht që mundet. Ju mund të bëni çfarë të doni. Damlla pusho së foleri marrëzi, në rregull? Hajde. Vëlla Hasan, hajde vëlla Hasan. Më lër të shkoj në banë së pari. Çfarë dreqin kërkon këtu, dil Në jashtë? fakt ti dil jashtë. I gjithë veri është gati të shpërthej dhe tani ti e gjetë kohën për të shkuar në banjo. Më shiko mua, mos ma ngrit zërin, ki kujdes. Eja në vete për ndryshe do t'jetë keq për ty, në rregull? Bëj atë atëherë. Pikërisht këtu. Të lutem. Çfarë po thua, re?
Çfarë njeriu të çuditshëm je ti? Për zotin nuk mund të të kuptoj. E di dama tha se ne mund të bëjmë çfarë të duam, unë thjesht bëja shaka. Por këto ndjenjat e tua të ndrythura, me të vërtet nuk më interesojnë fare. Shiko, Okan. Me të vërtet nuk dua të flas fare me ty dhe nuk më pëlqen fare ti. Mos më çmend djalë, do të mbys ty, mos më çmend. Qetësohu, e lezetshmi irrituese, zërvend. Mjaft me pseudonimet, në rregull, dil jashtë tani. Do dal jashtë, nëse ndalon së ngatëruari me mua. A u po gatruar me ty, O zot, ti e fiksuar pas me. Çforu dil, dil jashtë. O zot. Dil. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı, kırlara yayılan ilkbahar gibi. Feraye, Kalbim të vazhdon? Në rregull. çarpardı göğsümün içinde, ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim, sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vuruldum, Ah, Feraye, dashur, shpirti. ne kadar Vëlla Hasan, ne duhet që të futemi në mes. Hajde, eja, hajde. Do ta tregoj vëlla Hasanin, unë ty do ta Hajde, tregoj. vëlla Hasan, hajde. denize dökülen bir pınar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Le të ndërojmë partnerët. Çfarë? Güzel Le të ndryshojmë partnerët, po them. dolaşsın. Shko mbroj vëllain tënd. Bir gün Feraye? ağlayalım, bir gün gülelim, sevişen yaramaz çocuklar gibi. Vëlla Atesh? A dëshiron të vallëzosh me mua? Po. Ja, bra, ja. Çfarë ndodhi? Sözün Drita e hënës? Po të rridhesh? şemmeriydi. Ke frikë nga unë, apo jo? Senden başkası seven A nuk do thuash asgjë? Drita e hënës? yüzün Mere vëllain tënd që andej, po të them. Çfarë do të bëje? Ai është vëllai yt, vëllai yt. güzelidir. Gözlerin bilinmez bir deli
başının göğsüme Nuk ke pse të kesh frikë. Kjo është e gjitha për sonte. Për ta një tutje, bëu gati për netën më të vështirë. Bën mirë të mësohesh me ditët. Bir gün ağlayalım. Edhe si kur të heshtësh, edhe si kur të dritesh në kratë e misin një gjethe. Sido që të jesh shpirti im nuk do të qetësohet kur. Göğsüme saklı. Drita e anës. Güzel saçlarımda dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Gjemile, di t'i fshesh mirë ndjenjat apo jo? Thjesht kalon në temë, zonja Gylfem. Unë kaloj në temë kur të dua. Në fakt, kujdes me fjalët e tua. Po ti e di kush je që më flet mua kështu? Edhe nëse esh për fill, unë prap jam në najnë muses tënde. Herët avon njerëzit do t'a din. Nuk mund të fshehesh për gjithmonë. Shiko Feraje, ajo do të vijë në derën tënde me një daull dhe një zurna. Së shpejti të gjithë do të dëgjojnë. Por si kur të dëgjojnë për Alenën? Ha? Çfarë ndodh? Ti vetëm je duke humbur kohën tënde. Gjithmonë shkon në rrugën e gabuar ti. Edhe ti ke gisht këtu, apo jo? Ti janë gjeshe vajzën tënde Jamanit, kurse Ferajen janë bështolle Ateshit, a? Asgjë unë nuk bëra. Njerëzit ndjekin zemrën e tyre, është një veprim i Zotit. Por ti je duke u ndeshkuar për arogancën tënde. Ti nuk mund të më tundësh gishtin. E di çfarë të bëj unë apo jo? E telefonoj Qetinin, ti mbledh plaçkat dhe i ve para derës tënde. Dhe pastaj them kështu desh Zoti. Si thua? Unë thash atë që kam për të thënë. Mos guxo të nxjerrësh as edhe një fjalë. Dhe nëse je pak e manqur, nuk duhet të grindesh me mua. Në fakt, ti nuk duhet të ngatrohesh fare me mua. Gjemile. Ajo do më dëvoj mua nga shtëpia. Le të shohim atëherë. Shumë herë erdha në burg për të vizituar. Por ti edhe pse dije që jam aty, nuk dolet më takosh. Nëse do të kishe ardhur, gjithçka do të shpjegoja. Do më shpjegoje mua, ha? Çfarë do të më shpjegoje? Bora më thirrën në mes të natës. Ai pati një aksident trafiku, kështu që unë shkova atje. Për 5 minuta policia, ambulanca, kushdo që mund kishte qenë, të gjithë do të ishin aty. Vlla papritur e gjeta veten në burg, a e kupton ti? Birë. Bora në atë kohë ishte vetëm 17 vjeç. Ai ishte i dehur dhe i friksuar. Ai bëri gjën e parë që i erdhi në mendje. Ai thiri policin dhe tha se je ti. Dhe ti i kishe fshirë gjitha pamjet e vëzhgimit. A është kështu? A ke menduar ndonjëherë pse ky djalë dha emrin tim? A ke ndonjë ide ti për këtë? Ti e di përgjigjen pra. Sepse ishte xheloz. Baba im të trajtonte gjithmonë si djalin e tij. Ai u kujdes për gjithçka, të dërgoi edhe në shkollë. Ti ishe shumë i suksesshëm. Gjithmonë tregoheshe si shembull për Borën. Ai mbeti në hijen tënde. Kam paguar mjaftueshëm për privilegjet e mia. Bade shpirt. Nuk ke nevojë të më kujtosh. Nuk je vetmi person që je rritur në jetimore. Ti lësh më këto traumat e fëmirisë. Sa vjeç je bërë ti tani, hë, më thuaj? Mirë, në rregull, e kuptoj. Duhet të kisha ardhur të vizitoja në burg, por nuk e bëra. Pse mos të flasim, nuk e kuptoj. Mjaft. A e dini se çfarë jeni duke bërë tani? A e dini këtë? Mos mirënjohja. Mungesë respekti. Unë ty kur nuk të ndava.
nga fëmijët e mi. A është kështu? Asnjëherë nuk të trajtova ndryshe nga ata. Të kam rritur si vëllain e tyre në të njëjtën shtëpi. Nëse e konsideroje Borën si vëllain tënd, nuk do të mendoje në këtë mënyrë. Por do të mendoje se e ke shpëtuar vëllain tënd nga telashet. Në rregull. Në rregull, vëlla, në rregull. Dhe këtë shtrirjen vllazërore do të ndalosh më njëherë. Dhe mos më thuaj vëlla. Do të më quash baba Vural. Në rregull, baba Vural. Ngrihu tani. Eja me mua. Ndihesh më mirë tani? Mirë jam. Thjesht të sforcova veten pak së shumë. Unë ngriva për një moment. Kjo është ajo që ndodh kur ke kaq shumë tension. Le të shkojmë në spital kur të dalim nga këtu. Të mos i ndodh ndonjë gjë foshnjës. Hazal, të lutem mos më frikso. Tash mirë jam. Thjesht dua që askush të mos kuptoj asgjë. Mirë, me që je mirë, atëherë unë do të pyes diçka ty. Sa kohë ka që ateshi po të thret drita e hënës ty? E tha disa herë. Ti e di, e bën për të më bërë të lumtur. E bën për të thirrë lumturisë time. E kuptova. Çfarë kuptove? Asgjë, dua të them kështu të thëriste edhe Jamani, prandaj më kujtua tani në një moment. Më bë shumë vonë. Peraje? Mbulohu pak me këta. Eja, po bën ftoht. Eja. Kaç, mjafton. O kanë me lërë të qitë mua, shiko punën tënde. Vëlla, bëj një pushim, në rregull. Le të shkojmë në banjë, të lajmë duar dhe fytyrën. Në rregull, si thua? O djalë me lërë të qitë mua. Mendoj se do të shkojmë, më. Mirë, si të duash ti. Shkojmë? Ma lejoni ti marrun ato të dy, shiko këto tipet. Hajde, le të shkojmë. Zotërinj, le ta mbarojmë natën. Vëlla, do t'i marrësh vajzat me vete? Yaman, a je mirë? Vëlla, Jamani piu pak më shumë. Nuk dua që gjyshi ta shoh kështu. Do të ri pak më shumë me të, derisa të vijë në vete. A piu shumë? Fatkeqësisht. Në rregull. Vajza! Ju do të vini me mua. Yaman? Unë do të kujdesem për të. Çfarë ndodhi? Hajde, shpejt. Eja, Elena, eja, Feraje. Eja, Elena, të gjithë shkojnë në shtëpi. E kupton se në çfarë më fute sonte, hë? Nuk e di nëse e në djeni të saj, por nëse Elena pa prit mas ta, këtu grindën me atë manjakun Borën, çfarë do të bëje? O ka nuk jam as pak në gjendje të gjën kimit e tua tani. Shiko punën tënde, shiko asgjë nuk ndodhi, shko në shtëpi. Ne jemi ulur sigur të kemi një bombë poshtë nesh. Si prit që unë të shkoj dhe të flej, ha? Ajo grua mbërtheu kratë rreth qafësime. Unë ndihem i bllokuar, vëlla. Diçka që ajo thotë është vajza ime. Nëse atë e merr vesh, do ta mosoj edhe Alena. Dhe pastaj unë çfarë do bëj? Alena nuk do zbuloj asgjë, hesh tashmë. Problemi im është me Feraje. Vëlla, po vi në fermë me ty. Vërtet që sharake. Si quaj ai djalë? Okan. Është gjithashtu e çuditshme që ai kujdeset kaq shumë për jetën e shoferit të tij. Dhe cili ishte plani i tij duke marrë një thik nga shtëpia jote? Nuk e di. Në fakt, mund ta bëj Okanin të flas.
Por unë dhe vëllau Omer nuk jemi në marrëdhënie të mira. Unë mezi arrita të bëj një marrëveshje paqe. Nëse e marr këtë djalë dhe e bëj të flas, asgjë nuk do del prej saj. Ajo është i fuqishëm, kështu që duhet kesh kujdes. Mirë, por çfarë dëshiron nga unë, baba Vorald? Bir. Ti pik për pike do ta gjesh të vërtetën e kësaj çështje për mua. Por pa ja zbuluar askujt. Valla, eja të lutem. Pi pak nga kjo, hajde. Eja pi. Ja, mere dhe pi nga kjo. Hajde, mere. Valla. Kja mirë, nuk kam. Nuk jam as pak mirë të djallë. Po vëzës në kam bërë o djallë. Unë thjesht duhet të largohem nga këtu. Rrugët. Mirë, vlla. Çfarë mund të bëj unë për ty? Ma thuaj dhe do e bëj. E di se çfarë mund të bësh për mua. Më qajtje ku fillon kjo rrugë. Thjesht më hidh. Më hidh për para makinave mua në rregull. Edhe ti do t'jesh i lirë. Unë jam një idiot, Okan. Okan. Unë doja atë, Okan. Doja shumë. Do të kaloj, vëlla. Do të kaloj. Hiqe të gunë. Shiko e dhëndrin ton, mashallah. Ajo është si një luan. Dalo tani më do të bjem. Ajo do t'i të merron të armiq tanë. Edhe ti kështu isha, ha? Mirë, vajzë, mirë. Ne ishim të emocionuar. Shiko, ata duket si pëllumba, apo jo? Të shohim, pra mos vonohemi, më telefonon në mëngjes pasi të zgjohesh. Duhet të fillojmë procedurat. Pastaj do të planifikojmë dasma. A kemi vërtet nevojë për një dasmë? Ndoshta mund të thuash që nuk e dëshiron, ne thjesht do të martoheshim dhe kaq. Jam dakord Feraje, por kjo është hera e parë që gjyshimi ishte kaq i butë. Mund të zemrohet nëse anashkalojmë. E kuptova. Mirë, mos u shqetëso. Do të jetë në rregull vetëm një martesë tradicionale. Do të na bënin disa dhurata, do të argëtohemi dhe më pas do të mbaroj. Çfarë do të ndodh? Mos u shqetëso për këtë. Shko dhe pusho. Në rregull? Pusho pak. Mirë? Natën e mirë. Natën e mirë. Zotri Atesh, mirë mbrëma. Si po ja kalon? Mirë mbrëma. Shpresoj të jeni mirë. Shihemi. Natën e mirë, zotri Atesh. Natën e mirë. Motra ime e bukur. Ka çaj, është ende i nxehtë. E dëshiron një gotë? Jo, vëlla, unë jam shumë e lodhur, do të shkoj në shtrat. Natën e mirë. Mirë, e dashur, natën e mirë. Ajo duhet ketë një fëmijë sa më shpejt e mundur. Ama qetin edhe ti nuk e Ti duhet ta bindesh atë, nuk duhet ta pres. Qetin të betojmë, kjo nuk është në Vajza do të jetë në punë, po është një e vogël. Ha, çfarë tjetër? Hajde, më thuaj nëse ke ndonjë tjetër në mendje. Do t'i them asaj unë. Atëherë do t'jesh i pamposhtë në këtë tokë, qetin.
Konkursi i modës për talentet e rinj. Çmimi i parë shkon për Feraye Yılmaz. Tani do të ja dorëzojmë çmimin Ferayes. Yaman. Faleminderit shumë. Dhe falenderojmë Feraye Yılmaz për këtë dizajn të bukur. Bravo! Dhe çmimi i dytë shkon për Yaren Yildirim. Më the se nuk do të mund të vije. Unë nuk kujdesa për punët e mia, kalova gjyshin tim. E dashura ime sa po fitoj një konkurs, si mund të mungoja unë sot? Po të them diçka ty. E mrekullueshme ishi. Duke të parë ty mendoja se sa me fat jam unë. Yaman. Ti mashtrues. Ai zështë e dashurisë janë takuar. Hajde le të shkojmë diku dhe të argëtohemi. E unë në fakt bëra planet e tjera, por vetëm ne të dy. Kur është fluturimi juaj nesër? Në ora 2 të pasdites. Unë ta sill Feraye në aeroport sipas kohës tuaj të uljes. Sigur u kthehet bashkë në rregull. Mirupafshim. Prit, merre këtë. Më jep atë. Hajde, shko tani. Yaman. Një sekond, valixha ime është në hotel. Kam ardhur këtu me shkollën unë, më duhet të shpjegoj atyre. Feraye po qëndron me një të afërm në Stamboll. Merr valizhen e saj me vete. Në rregull, faleminderit. Shihemi në Kapadokia. Shko tani, argëtohu. Shihemi. I dashur prit qetësohu. O, nuk është e mundur ajo. Or, për herë të parë ne të kalim natën së bashku. Si duhet të qetësohem mu, Feraye? Pra, ku do të shkojmë? Ha. Unë nuk do të tregoj sa do bukur të sillesh me mua, e dashur. Yaman. Çfarë? Hajde të lutem. Yaman, me të vërtet dua ta di, të lutem. Do ta them nëse më puth një herë. Shiko tani u bë. Hajde. Yaman. E. Gata, uzvrapo. Ndalo. Jo, mos më rëtullat, jo të mos. Of.